gruaja ka vendin kuzhinë, dush mi kqyr fëmijët, shumë lloje, domethënë nuk është ky sport për femra, nuk din femrat me vozit. Pjesëmarrja juaj e para, ato emocionet e para kanë qenë në Shkop. Po si e kujtoni atë periudhë edhe prej pjesës së komenteve, paragjykimeve, sa e ndje e paragjykuar në atë periudhë ke hasë në tilla? Zakonisht kur të fillon diçka edhe t'interesojnë edhe komentet, sepse nuk e din se çu shpritesh. Domethënë kur jam futur në atë eventin e veturave, nuk e disha se pash vetveten që jam e vetmja femër në atë pjesë. Kështu që mendova që kam u prit keq, mirë po patën shumë respekt në atë moment. Edhe gjatë kohës sa kom ndejt aty 6 orë. Mirë po në komente, do më thonë si femër që jam fut në atë sport, ka pas disa komente që i kom lexu. Normal tashti nuk jam mo e atyve, nuk i këshyri komentet, se mo jam mësu. Po që, do më thëmë, kanë ronë sy do, për shembull, gruaja ka vendin kuzhinë, dush mi kqyr fëmijët, shumë lloje, do më thënë, nuk është ky sport për femra, nuk din femrat me vozit. Ja, ke dëshmu të kundërtën? Gjithmonë, po besoj. Po javë kom dëshmu, po që nuk mund të flasë, se për të dy gjinit ka edhe ndeshjet në ditë sodet ndodhen më shumë prej meshkujve. Jo për shkaqe që nuk din, mirë po nga krenaria, nga mendje madhësia që shtyhen atën, do më thonë, ndodhen ndeshjet më të mëdha te gjinia mashkullore. Te femrat është nashta pak ajo që nuk japin sheja, ose e kanë edhe ata një farë krenarie, po kështu që jam neutral, të dytë. Po, më përgjithësi, kush mendon që është vozitës më i mirë? Qoftë në aspekt në garave, qoftë në komunikacion të përditshëm, jashtë këtyre kujdesisë, egos që i përmende? Unë mendoj se meshkujt janë më vozitë sa të mirë, arsyeja se edhe jam mësu prej një mashkulli me vozitë, do më thonë është baba. Çdo sen që ma ka mësu, do më thonë unë e mbaret edhe qyshe, sot e kena pak problem se nështë nuk po mësojnë me rregulla sikur që duhet, sikur, do më thonë, kohën tabë që shë këmë mësu. Mirë po, nuk e di. Mendoj se meshkujt janë ata që edhe prej kur të lindin, i hulin, do më thonë, para timonit, para volanit. Kështu që meshkujt janë, do më thonë, prej meshkëve edhe na jena mësu.